të bëj atë që kam bërë gjithmonë. Të udhëheq drejt asaj Shqipërie që e dua po aq sa ju dhe e dua po ashtu siç e doni ju. Dhe t'ju udhëheq për ta përmbyllur këtë që kemi nisur bashkarisht, fal votës tuaj, me cilën ja kemi ngritur kokën çdo shqiptari kudo ku është, me cilën i kemi dhënë vlerën që ka flamurit ton në sytë të huajve, dhe me të cilën unë dua ta bëjmë Shqipërinë vendin që të ketë destinacionin më për të pasur zili në mesdheun e sotëm. Dhe ky projekt është pjesë e kësaj përpjekje. Tani, zgjodha që t'ju tregoj anën tjetër të medaljes, edhe me rrezikun që të mos besoni, dhe po aq hapur dhe sinqerisht sa që thash, çfarë ju thash deri tani. Vllazërisht, kur un kam hyrë në atë zyrë, kam thënë që zyra është e imja, pushteti është juaj. Dhe nuk kam premtuar që s'do bëj gabime, as që nuk do bëjmë gabime, po kam premtuar vetëm një gjë, që nuk do ju tradhtoj kurrë. Nuk është vendi këtu për t'ja shpjeguar gjitha arsyet e këtij premtimi. Po këtu është vendi tani për t'ju treguar se si ju kanë manipuluar, se si ju kanë tërhequr, duke shfrytzuar pikërisht adetarin, dëshirën për të pasur një vend të bukur, një vend të pastër, një mjedis të mbrojtur, një vend sovran e tjerë, dhe si ju kanë kthyer në pjesë të një kurthi që i ngrihet kësaj partie dhe mua personalisht prej ditës parë, por që këtu në këtë rast është një kurth për të ardhmen e Shqipërisë. Unë kështu e shoh. Dhe dua ta ndaj me ju që kam menduar këto ditë edhe për një film. Një film që na identifikoi ne përpara botës, kur bota na dinte njerëz me bisht, dhe jo në vitet para erës son, po në vitet e demokracisë. Na dini njerëz me bisht, dhe u bën të njohur ne, shqiptarët dhe Shqipëria, përmes filmit Walk the Dog. Rekrutohet një producent i famshëm i Hollywoodit, i luajtur nga Dustin Hoffman, dhe bashkë me regjisorin Robert De Niro, fabrikoi një luftë. Një luftë të trilluar të Amerikës me Shqipërinë. Si e fabrikojnë? Përmes mediave. Duke përdorur teknika hollywoodiane, pamje të rreme lajmesh, si ajo fotografia e shpërndar gjithandej e atij gardit të mallkuar me tela me gjëmba, me atë sinjalistikën këtu është kufiri midis Izraelit dhe Shqipërisë, për shembull. Këngë patriotike, si plot nga këngët që shoqërojnë videot përkatëse. Heronjtë sajuar dhe ngjarjet organizuara me shumë kujdes, dhe krijoi një krizë të madhe, pushton titujt kryesor të mediave dhe zhvendos komplet vëmendjen e publikut, që përfshihet totalisht emocionalisht në luftë me Shqipërinë. Dhe bëhet i gjithi i bashkuar për të shpëtuar një ushtar amerikan që ka mbetur
në vijat ku janë armiqt, do më thënë ku janë shqiptarët, ushtria shqiptare që po lufton me ushtrinë amerikane, dhe konflikti i fabrikuar e kthen opinionin publik komplet aty ku donin manipulatorët. Është film, më shkujtuar këto ditë. Dhe këto nuk janë gjëra që ndodhin më në filma, fal rrjetet sociale, këto ndodhin në shumë vende të botës. Tani, të kalojmë nga filmi në realitet dhe në realitetin e kësaj anet medaljes, për t'ju thënë se në cilat pika ndryshon komplet ngjarja, historia dhe pamja e këtij investimi. Projekti ka nisur si interesim nga ana e investitorëve në vitin 2023. Pra 3 vjet përpara. Dhe ka nisur si një interesim bashkë me Sazanin. Dhe qëndrimi ynë qysh në ditën e parë ka qenë Sazani është tokë publike, ka qenë një dëshirë dhe një ambicje e kahershme edhe e qeverive të tjera dhe e kryeministrave të tjerë për ta kthyer në destinacion turistik. Ne jemi të gatshëm që të punojmë me ju dhe keni parasysh që ajo tokë nuk shitet. Dhe ne duam që shteti shqiptar të jetë palë, ortak, shteti shqiptar. Qeveria e kryeministrit tuaj, që e keni votuar dhe që sot, duke ju bashkuar zemëratës, e konsideroni shitës dhe të korruptuar. Shitësi dhe të korruptuarit bënin Shqipëri 1 euro dhe merrnin pjesën. Nuk e jepnin shtetit pjesën. Po kjo është histori. Ndërsa, kemi thënë, për projektin e Zvërnecit duhet të shikoni pronat dhe pronarët, pasi ne nuk kemi tokë shtet aty. Dhe copza që mund t'jenë shtet, janë krejtësisht papërfillshme për ambicien tuaj. Kështu që merruni me pronarët. Ky është fillimi 2023. Ju e dini shumë mirë se kush janë njerëz të interesuar, se e di gjithë bota. Dhe këtu duhet ju them diçka. Bota e mbar flet për këtë projekt për shkak të njeriut që e ka promovuar projektin, Xharet Kushnerit. Por bota ka hesape për të larë dhe ka luftrat e veta për të bërë. Prandaj edhe projekti ka pasur qysh sa po ka dalë fjala interesimin e gjithë mediave amerikane dhe europiane. Por me agent, jo për të informuar popullin e tyre se sa shumë po zhvillohet Shqipëria, po për të gjetur gjilpëra në kasht. Dhe prandaj, investitorët kanë angazhuar ekselencën botërore në arkitektur, në inxhinieri, në mjedis dhe në aspektin juridik. Ndërkohë që ne, do t'ja u tregoj hapat, administrata shqiptare kemi mbrojtur interesin tuaj. Interesin tim që është dhe juaj, interesin e vendit, dhe kemi bërë detyrën jo thjesht procedurialisht,
por profesionalisht dhe patriotikisht. Kam parë imazhe të projektit, kam parë pallate. Ku i keni gjetur? Ku i keni gjetur? Ato nuk kanë lidhje me projektin. Projekti i vjetër, do t'ju informoj, është rrëzuar. Dhe është rrëzuar nga administrata shqiptare. Dhe ju është kthyer mbrapsh. Dhe ju është thënë ndjes, po ne kemi kërkesa të larta dhe duam standarde shumë të larta. Jo se ishte i keq, po ne doni më shumë. Dhe doni më shumë për ju, jo për vete. Për vete si për ju. Toka është e regjistruar në hipotekë prej shumë vitesh. Dhe negociatat me pronarët, transakcion me pronarët, janë një çështje mes palëve në cilën ne as nuk kemi hyrë, as nuk ka qenë nevoja të hymë dhe as nuk kemi pas asnjë interes të hymë. Ne jemi të fokusuar tek Sazani, për të cilin akoma nuk kanë përfunduar negociatat, miqtë e mi. Dhe dini pse s'kan përfunduar negociatat. Se ne duam pjesën e shtetit shqiptar dhe negociohet. Rrethimi i pronës është bërë bazuar tek leja e zhvillimit. Do t'ju them më pas që është dhënë leja e zhvillimit, të cila nuk është leje e ndërtimit. Por rrethimi i pronës është një drejtë e çdo pronari kur merr lejen e zhvillimit. Në ana tjetër, a ka pretendime për pronësi mbi atë territor? Për herë të parë dje dëgjova që aty pas ka një popullsi homogjene greke, këtë nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë, ndoshta nga që jam ignorant dhe nuk i di shumë gjëra. U mahnita nga deklarata e ministrisë jashtme të Greqisë, sepse ishte një akt dhune pa diskutim, por nuk ishte një akt dhune shtetërore, siç për shembull ndodh me shqiptarët në burgjet e Greqisë. Ose siç ka ndodhur më parë me shqiptarë edhe në rrugët e Greqisë. Ishte një akt dhune nga një roje, grup rojesh private.